Falënderoni Allahun e Madh që ju ka bërë musliman ata. Wallahi kjo është begati që nuk krahasohet, nuk barazohet me të begati ata. Po të ishte udhëzimi i Allahut dhe Islami në bazë të raporteve me Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, do të ishte agja e tij i parë nga muslimanët ata. Po të ishte për ndonjë gjë, çfarë do lloj kriteri merre? Në bazë të çkafit do të meritonte dikush udhëzimin, do të ishte përgjigje Abu Talibi ata. Çka dush merr ata? Por megjithatë nuk u udhëzua ata. Ndërsa ti nuk e ke pa pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. As nuk e pas rastin me ndihmuti. Ti shikon kur e kanë për zonë ata. Apo asun as ti. As ke qenë ti asun kur e kanë rrethuar dhe buksi kanë dhënë. S'kemi qenë atje ata. Jo s'keni qenë kur ja kanë vendosur mbi kokë mbeturinat e deveve, duke u fal, ja kanë gjuajtur mbi kokë. Ti s'ke qenë mja hiek ata. Në gjithë ato zhvillimin as kemi qenë. Ata kanë qenë. Megjithatë, atyre Allahu xhallahu ala u tregon një rrugë tjetër për dikun tjetër, sikurse Abu Talibit, e ty edhe mu Allahu na hapi rrugën e xhenetit ata. Në kjo është begati e madhe. Udhëzimi i Islamit, ardhja në xhami, falja namazit, agjerimi, çdo ibadet që e bëjmë, vallahi nuk është produkt i mendjes tone, e as i aftësisë tone, e as i fuqisë tone, e as i guximit tënd, e as i parave tuaja, as autoritetit tënd, as dijes tënde. Është përzgjedhja e Allahut. Të ka dashur, të ka zgjedhur, të ka pruçtuar. Pik, s'ka kush e mëson atë. As një shpjegim tjetër nuk qëndron, veç ky. Ai e dim pse të ka dashur, unë s'di me të kallzu pse. As për vetë s'di pse më ka ulë të ka rrit. S'di. Po ai të ka përzgjedhur atë. Ai të ka përzgjedhur. Andaj, si do t'ja kthejsh përzgjedhjen? Ai të ka përzgjedh që t'jesh më i miri. E ku jeti me këtë përzgjedhje? Ai të ka përzgjedh që t'jesh rob i tij, të ka zgjedh në mesin e qindra mirëve tjerë, të ka marrë nga mesi tyne. Ti, po du me konë rubi jam apëtëm. Zdi pse e ka bo këtë vallahi, as vetë zdi. Por e ka bo, atë ka pru që tu. E ka bo. E qysh ja këthejmë në prapëtëm. E atër, qëka i, qysh, me qëfar ja këthejmë të Allah? Në halajna me do gjunojë të mënu mi hjekë, po hjekë ma ato Allah, ngritu. Dëshmoje, jo meritën, se së me dëshman, por reflektoj për lespaku me përgjësi, në kezgjedh, tash dyqysh duhet me dhënë mundin mi kazu se, ja rab, do të mundona me të regu se, mirë është im kezgjedh mua, mirë e kaj, a i zbën keq, po ti me punë të tuja, kalzoj pak, ngritun këtë shkallë, reflektoj pozitivisht, për këtë përzjedhe që të ka zgjedh ty, e se zgjedhi agjën e pejgamberi sallallahu. Ati i tha ti të tërkapëtën. E pse zdi vëllaj? Vëllahi nuk di atëm. As pejgamberi sallallahu se kuptaj. Mëshë Allah i tha, inneke la tehdi men ahbebte. Këto kuptaje nuk ka me dashni kjo punë. Dhe murë funda. Andë kjo begati e madhe udhëzimit. E mundësi që thua la ilaha illallah, o lëndëruar. A din së njëri të në këtë botë, zdin Allah me thonë apëtën. Zdin! Wallahi nuk din elhamdulillah me thonë. Jetan, han, pin, flan, gjitha, vdes, kur gjua ati s'ka thonë elhamdulillah. E ti sa rëthush tjetë? A di që ka të thonë elhamdulillah? Ka thonë pejgamber sëmë, elhamdulillah, temle ul mizan. Fjala elhamdulillah, u amush peshoret nesër kur qitën veprat mu matë. E ty ka thonë, ty po du me më dëtmu, kam thonë elhamdulillah. Po s'jelen Allah gjithë kam ja përmenan në Allah pëta. Apo, s'len. A kështë pas jefti mu përmen ku të koft? Jo, valla, dikun pa mire, ama jo gjithë kun. është degradim, është devalvim. Po dhe a i s'ka qef gjithë kush mja përmenan në pëtën. E ka përzgjedh. Ti e nga të përzgjedhurit. Falënderoje për këtë përzgjedhje. Reflekto pozitivisht. Ngritur në nivelin e kësaj përzgjedhje që Allah të ka zgjedh thjesht musliman pëtën.